Falë, si perceptohet kjo gjë nga ana e mësuesve? Por në qoftë se mësuesja, vim tek rregullat sociale, në qoftë se mësuesja i thot të gjithë fëmijëve do rrim qetësi dhe do hapim librin e matematikës se do bëjmë këtë ushtrim, ky fëmia nuk rri në qetësi, ky fëmia nuk ndjet udhëzimin, nuk hap librin e matematikës, ky fëmia çohet papritur, pra një rregull social që duhet respektuar që të gjithë po rinë ulur dhe po dëgjojnë mësuesen, me plus minuset e tyre kuptohet. Ky fëmia ynë nuk e konsideron fare se çfarë po bëjnë të tjerët, po çohet, mund të bëj veprime të papërshtatshme brenda mjedisit klasës që rregullat sociale nuk do ta lejonin. Mund të bërtasi, mund të shtrihet, mund të hedhë plerat, mund të ushqehet në një moment kur nuk është e përshtatshme. Pra, mësuesen e shqetësojnë në radhë të parë mos pranimi ose mos zbatimi i rregullave sociale. Pastaj fillojnë edhe shqetësojnë arritjet në fushën akademike dhe mësuesit mund të thonë është jashtëzakonshëm në matematik, por në shkrim dhe në lexim është e pamundur. Pra kemi një disbalancë përsëri të fushave. Mësuesja pastaj fillon dhe vëzhgon dhe thotë është shumë i mirë, por nuk do të luaj me shokut, po nuk di të luaj, ose nuk luan dot e kështu me radhë. Pra në disa aspekte po që i takojnë një grup moshe më të rritur.